Disa pyetje ndoshta janë çuditshme, po kam qef mi parashtu. بعض الأسئلة قد تكون يعني عجيبة لكن أريد أن أطرحها أمامكم. A mundet njeriu mu bo shok me një xhin dhe si ndodh kjo? Si bëhet? هل يمكن الإنسان أن يكون صاحبا للجن؟ ممكن. po mundet. وحدث هذا قديما Dhe ka ndodhur kalumen. والتاريخ يذكر هذا Dhe librat e historisë e përmendin një gjë të tillë. والقرآن يذكر هذا Edhe Kurani e përmend një gjë të tillë. والواقع في حياتنا يذكر هذا الأمر. Edhe realiteti i jetës sonë e përmend një gjë të tillë. Mirë po dietarët musliman kanë dhënë sharrime se kjo është një moment i rrezikshëm për jetën e njeriu, sepse jo rastësisht Allah i Madhëshëm mes njerëzve dhe xhinëve ka bënë një perde. إذن هناك خطر. Ose ka një rrezik në komunikim mes dy botrave. Për shembull, Allah nuk ka bë distancë ose perde mes neve dhe bishave të egra, megjithëse ka rrezik për tyve. نعم إلا هذا الخلق. Përveç se me gjendë mund ka bë distancë dhe ka bë perde. Që i bë më rrezik. Po de, Më rrezik se loni. Po sigurisht. Wallahi. Ja domon ato janë të rrezikshme, e dim rrezikin, mirë po s'ka distancë. A këto për shembull nuk e din çfarë kanë rrezik edhe ka distancë që na kupton se këto janë më të rrezikshme. Allahu na ka treguar në Kur'an se shejtani që është gjin është armik i joni dhe si tillë si armik duhet me trajtu. Dikush ka mundësi me thonë po mirë, ama te gjin ka edhe musliman edhe jo musliman. E të pse ju e bëni këtë, domethënë qëndrim rigoros, i themi na po, është e vërtetë se të gjin ka edhe musliman dhe musliman, mirë po si ka mundësi me vërtetu ti se cili është muslimani, cili është jo muslimani. Ti njerin që e shef në udhë, për shembull, nuk jep selam, pse thonë nuk e di a është musliman apo është musliman dhe pse e shef. Njerëzit që i shefti me sy vjen thot jo musliman, jam musliman, e kam një Muhammed. Pse bëhet shok me ty vjedh parët. Edhe të mashtron. Edhe janë mashtruar shumë njerëz, domethënë, ty e po ti të ka arrit me të mashtru. E çka të themi atë për një krijesë që se shohim. Dhe në krijesë që ka mundësi me marr forma ndryshme. Edhe me të mashtru domethënë bindshëm ti me pasi njerit me mjekër, si njerit të mirë domethënë, ajo është fuqia e tyre për me marr forma të ndryshme me të mashtru. Në kohën e sahabëve, para islamit të tyre, ka pas sahabe të cilëve domethënë ka pas njerëz për tyre që s'kan qenë muslimanë atko, u kanë ardhur për gjinëve domethënë poezi, u kanë ardhur lajme, mirë po kur e kanë pranuar islamin, e kanë ndalë këtë komunikim me to, pse sepse e kanë ditë se kjo është e ndaluar. Përndryshe ato do vazhdonin komunikimin me to, do i thërin ata në islam, do i bënin musliman dhe vazhdonin shoqërinë me to. Mirë po s'ka asnjë argument fetar i cili vërteton se ata masi e kanë pranuar islamin ata njerëz që s'kan qenë sahabe, pasi kur kanë pranuar islamin janë bërë sahabe, kanë vazhduar komunikimin me ata gjin. Zakonisht si tërgimen dëgjohen në pjesën e dashurisë, për shembull se njeriu me gjinesh apo e gjeneshës me njeri, edhe në veprimet e ndaluara fetarisht harame, në vendet e ndaluara, një lloj justifikimi, domethënë që mundohen nëpërmes tyre këtij lloj komunikimi kinse mes njerëzve dhe gjinëve, me arsyetu veprimet e tyre të ndaluara fetarisht harame që ata i bëjnë. وإلا الأصل أن الإنسان له طريقه غير طريق الجن. Përndryshe, domethënë ajo që duhet me pas të qartë është se bota e njerëzve është botë e veçantë, bota e gjinëve është botë e veçantë, edhe njerëzit jetojnë botën e njerëzve, gjinë në botën e vet. Ka mundësi me ndodh që ndonjë moment caktuar një gjin mund ta ndihmon njeriu. Mirë pa ka ndodh ndihma për gjinëvit apo pse ka ndodh kjo, na nuk mund ta dimë atë fund. Në kështu që do thotë nuk mbështetemi në këto mohabete. Për shembull, për rasteve që kam dëgjuar dhe e përmendi, është shembull kam vënë një fëmijë në dritare, shtëpia domethënë 3 kaçe. E dritare s'ka pas për shembull pengesë. Rrjet shembull që janë, edhe ka rraf fëmia pi dritares. 3 kat poshtë gur. Ka vrapu nona mas fëmijës, ta shohësh që ka ndodhur me te ku ka rrot tok, kur ka gjetë poshtë tu kesh fëmijën. Edhe kur është afruar te fëmia ka pasë tek në sjetllat e fëmijës diçka si me kon miell aty ose brum. Si duket ka qenë një grua gjinesh aty afër këtu bobok, edhe ajo ka shkuar ka shpëtuar dhe kanë me gjurmët e brumit që ka pasur ndër veta tek fëmia. Këto janë raste që tregohen, domethënë nuk janë raste të shpeshta, ama tregon se këtë rast gjini e kanë ndihmuar këtë fëmijë, e kanë mbrojtur realisht. Gjini mirë. Po, mirë po këto janë punë që na domethënë nuk mundemi mi përcaktuar saktë sepse janë botë e padukshme metafizike. Për shembull ka raste të lajmeve, njerëzit thonë në shtëpinë time dëgjoj ezan, dëgjoj njerëzit u fal. Shef njerëz ose ndëgjojmë banjë për shembull zhurmë të enëve të i përdor. Kur shkoj te banja shef se është lag banja,
Domethënë ka gjin musliman që marrin abdes fare. Ama unë domethënë është botë tjetër, masi s'kam komunikim me ta, nuk është bota ime, unë s'muj me konstatu diçka të vërtet, po janë këto shenja që tregojnë se diçka ka prej asaj. Ka mundësi që ndonjëherë edhe njeriu me ndihmu gjinin, pa e ditë se është gjin. Tregohet në historinë e Omer ibn Abdulazizit që pe halifeve të 5 të drejtë të muslimanëve, se duke ecë shkëtirë ka po një gjarpon, duke ngordh domethënë, të etshëm. Edhe i ka dhënë ujë me pi. Edhe në sharimin e kësaj ndodhje, thënë domethënë dietarët se ajo s'ka qenë gjarpon i thjesht, por ka qenë gjin. Edhe realisht këtë rast ky njeri e ka ndihmu gjinin për me mbijetu. Të dietarët e përmendin, thotë se kur është njeriu i mirë, ashtu sikur se çdo njeri ka një shoqërues gjin, karin që thuhet. Kur është njeriu i mirë, gjint e mirë e shoqërojnë atë. Edhe ndihmojnë punët e mira, ja letojnë punët e mira. Ashtu edhe njeri i keq, kur është i keq, e shoqërojnë gjint e këqij. Edhe domodin ja letojnë punët e këqija dhe ndihmojnë në punët e këqija. Ai që është pak i keq, pak i mirë. وإن كان صالحا وطالحا رجل نحن هذا بالظاهر نحن ما نعلم الحقيقة. Na flasim pra që duket, nuk dim domosdoshmë saktësisht, po do thotë nëse është i mirë, të mirë të shoqërojnë. Nëse është i keq, ka mundësi i keqi me shoqëroj. Kjo ka mundësi, domosdoshmë patjetër Se ka të na për shembull dhe fol 5 vaktin e pjedhët cigarën, ngon muzikë. كل في أشتي الناس كثير مثلا ميركي. يصلون الصلوات الخمس لكن يدخن مثلا ويستمع قد الموسيقى. يكون معه جني معجب فيه فقط، ليس لابد أن يكون صالحا. domethënë ka mundësi e shoqëron një gjend që i pëlqen ai, pa marrë parasysh është i mirë, është i keq. نعم. Po. Ka mundësi me kon kjo edhe për shkallëzim, mashtrim. Edhe kjo është çështje që më shumë ti dietarët ja të rrekin vërejtë njerëzve. Thot ka mundësi dikush me thon vjen një gjë i mirë edhe nxit me bë punë të mira, për shembull me bë zikër, me bë namaz, i themi na kujdes se ku ka me çu ai me këto, se është për shkallëzim, për mashtrim. Po. Kjo pyetja për shok, domethënë marrëzoj pyetjen tjetër, se unë ndoshta me vet kështu. Nëse ka gjin musliman, Kurani thot hoxhallar të thënë ka gjin musliman. Atëra muj me i thirr, çish mundet një njeri musliman me i thirr gjin musliman me bën ai aleancë. Gjawabu për ka di, la suali kauzën islame. الذي مطروح قبل قليل se i përket bashkëpunimit të njeriu me gjinëve, dietarët kanë mendime të ndryshme. في الاستعانة بالجن المسلم Se i përket bashkëpunimit me gjinin musliman. نتنبه في الشيء الذي أقوله. Do shumë më rëndësishme që të vëmendshëm në atë që e tham. يعني في الجن المسلم الذي هو مسلم حقيقي حقيقي. Do flasim për gjin musliman i vërtetuar se është musliman. Vjen dikush thotë unë e njoh një gjin musliman, i them a je i bindur, a mundesh më betu? Jo, thotë smuj. وإذا قال نعم نقول له ما هو الدليل. E nëse ai thotë po, muj më betu se është musliman, i themi çka është argumenti se është musliman. الآن أنت أمامي والشيخ أمامي، قلت Për shembull se përket njerëzve që tash na jemi këtu në vesin për një tjetër është hoxha, jeti. A është fulani musliman? Tham po. Thotë çka është argumenti? Falet me mu 5 vakt namaz. Mohabetin e ka rreth besimit islam, monoteizmit. Familja vet jep një fjala, domethënë jeton me neve, e shohim, domethënë e dimi me karrin me. Po kur folish për xhinin, për shembull, ti se din se a falet, ti se shef se falet. Ti nuk e din se çfarë familje ka, kush nuk ka mundësi me dikush me dëshmuar aty saktësisht për të. Ti mundesh me thon, ma merr mendja se është musliman, ama me thon që 100% është musliman, s'e thua, por njerëzit po thu se ti je shef, domethënë edhe ja shef veprat e tija gjatë ditës, gjatë natës kur është vetë me shok e kështu me radhë. إذا هذا الشرط صعب تحقيقه. Domethënë është qenë ka shumë vështirë me plotsu këtë kusht, me thonë se unë besoj se ky gjin është musliman. Andaj grupi i parë kanë thonë që s'mundet me bashkëpunuar me gjin sepse s'mundesh me vërtetuar se është musliman. Grupi i dytë kanë thonë lejohet bashkëpunimi me të sepse ata kanë fuqi të jashtëzakonshme. Për shembull, këtë tavolinë e kthen më një herë, domethënë ka prapa. Këtë gjërat që janë këtë dhomë, për shembull, për një sekondë ti përmbys. E për shkak se ka fuqi për me bëu diçka që s'mund me bëu njerëzit, domethënë lejohet bashkëpunimi me to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para shoqët pyetja, a ka bashkëpunuar me gjin musliman në punët e veta që i ka bëu, punë që ka pas nevojë me i bë? ما جاء شيء في هذا. S'kemi asnjë argument fetar që konfirmon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bashkëpunuar me gjin musliman në nevojat e tij. Dikush thot, po ju mirë keni këtë pyetje, mirë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas nevojë me bashkëpunim me gjin, se vetë ka domethënë
I fuqishëm. Mirë, themi na kjo është e vërtetë, po çfarë shpashtohet pyetja Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka ardhur mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ka thonë ai për shembull tash sa ishte Muhamedi alayhis salam gjallë, ishte ai vetë I fortë, s'kishte nevojë, mas I vdiçaj tash o gjën hajde nimoni neve se na, domthonë sikur të keni nimu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se nikon me të, hajde tash edhe me neve. A ka diçka argument fetar për këtë gjë? S'ka. ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من جاء ممن بعدهم قاموا بهذا الشيء مع أنهم في حاجة. Askush pe pushtetarëve musliman, khalifeve musliman, as Ebu Bekri, as Omeri, as Osmani, as Aliu, askush pe mbretërve musliman që kanë qeverisë me musliman, megjithëse se kanë pas shumë nevojë për të ndihmuar dikush me ndihmë të jashtëzakonshme, s'kan kërkuar ndihmë në gjendje musliman. Andaj dietarët që kanë ndaluar këtë gjë, e kanë mbyllur këtë derë me arsyetime të shumta, se zakonisht do të jetë një bashkëpunim me një krijesë pa njohur, me një gjë që s'mund ta vërtetosh ti, edhe domethënë me një krijesë që zakonisht e natyrshme te ai është me qenë armik I joti, jo me kon shok I joti. Dhe për këtë shkak e kanë ndaluar. Dhe shumica aty me njerëzve që kanë hyrë në këtë medan, kanë bashkëpunuar me gjin, fundi ka qenë domethënë ka qenë I keq për ata. Faktikisht ka qenë fatkeqësi edhe pishmallok I madh I asaj që kanë bërë të kaluarën ata. Për përfundoj domethënë këtë temë një ajet kuranor që përmend Allahu I Madhërisht në Kur'an, shembulli I shejtanit I cili I thot njeriu të bën kufër, e kur bën njeriu kufër, pastaj thot unë distancohem prej tij se unë kam frikë Zotin e Madhërisht. جاء في تفسير ابن كثير قصة غالبا هي من الإسرائيليات لكن تذكر ويذكرها العلماء. Në tefsirin e Ibn Kathirit përmendet një tregim lidhje me këtë ajet, tregim I cili është tregim biblik israeliat që I themi na, që do thotë as nuk e pohojmë as nuk e kundërshtojmë, po dietarët e përmendin në librat e tyre. عابد من بني إسرائيل يتعبد الله تفرغ للعبادة. Një adhurues nga izraelitët ishte veçuar për të adhuruar Allahun e Madhërisht. Do thot Iblisi thot kush ka mundësi gjinëve vet me mashtru këtë adhurues të madh. Njëri prej gjinëve që quhet I bardhja dhe kjo është kategori të cilën gjin zakonisht ka punë me bove zvese pejgamberit e Zotit, thot unë e bëj këtë punë. فذهب إليه في شكل العابد الناسك. Shkoi te ky adhuruesi edhe ky si një adhurues do thot I devotshëm. وهذا ما يخدع به من يقول أنا استعنت بجني مسلم وصالح. Kjo është argument, domethënë se si mashtrohet ai njeriu që thotë unë po bashkëpunoj me një gjin musliman devotshëm. Thotë që ky gjini I bardhi ka shkuar ai ka thonë ka pëlqyer mua adhurimi jot, veçimi jot, e kam qef edhe unë të shoqëroj ty bashkë edhe adhurojmë Allah. Thotë jo, po të bëjmë shok në ibadet. Ai ka thonë jo, unë du vetëm me vazhdu këtë udhëzu, ka kam me veti. E ky gjini shkoi në një vend tjetër ku ai e shef ky adhuruesi I devotshëm izraelit 40 vjet duke adhuruar Allahun, domethënë në një vend që ky e shef vet. انظر الصبر كم 40 سنة أهم شيء أنه لا بد يوقع هذا. 40 vjet sabër ka, domethënë me nxjerr kurth po. Kurthën po. ولهذا يأتي Dikush thotë unë që 5 vjet jam shok me këtë gjinin dhe s'kom pa të keqe, thotë 10 vjet. U I them vëllai jam, 40 vjet ai ka po sabër. Veç me qit kurth. 5 vjet, 10 vjet shkaj të fol. E ky thotë mas 40 vjetësh, I dhe thotë mos ja mushi me në këtë se ki pranë të devotshëm, ta unë po du me shku, ama tha du me ta dhon emrin më të madh Zotit që kur të bësh ta lutjesh me të, thotë jo s'kam nevojë, po unë po ta jap ti më çka dush bën. Gjini të shku tash domethënë më një katun e mytni lop. Edhe I bën vezvese njerëzit. Gjini në formë njeriu se kena shikuar si dim punta po. Po se na e përmendëm ndërkohë se gjini ka mundësi me marr formë, edhe të njerëzve edhe të kafshëve. Po. Edhe e myt një lop, edhe I bën vezvese njerëzit, thotë nëse dëni me ngjall këtë lopën, shkoni te filan adhuruesi izraelit, ai është I devotshëm, ndoshta ai ka mundësi me ndihmu. Shkojnë njerëzit te ai, e thirrin, e kur e thirrin me ndihmu këtë adhuruesin, këtij shkon menja tek emri I madh I Allahut që ja dha ky gjini. Edhe lut Allahun me atë emrin e tij të madh, edhe ngjallet lopa. Subhanallah. Edhe kjo është sprova e parë, domethënë kafshatën e parë që I gëlltiti të mashtrimit kurthës. Ky adhuruesi I madh. Adhuruesi I madh njeri. Po, njeri. Pastaj ky do thotë e sulmoi një femër, një vajzë, do thotë edhe tha njerëzit për me e smuri domethënë atë, edhe për me shëru duhet me shku te ai adhuruesi I vërtet, njeri izraeliti, që ta shërojë këtë vajzë sepse u përhap, do thotë emri I tij për të mirë. Thotë edhe kur e prun këtë vajzën te ky adhuruesi për me shëru, ai tentoi me shëru, nuk u shëru me të parën, sepse ky gjini e pengoi ke shërimin, domethënë vazhdoi ke me ja përkesu gjendjen.
Edhe familjarët e kësaj vajze thonë, "Masi s'po mundesh me shëru, po e lëm të ti që ta shkruash ndërkohë." Edhe lanë vajzën te ky adhuruesi njeri, e ky e la më një qosht të shtëpisë së tij, i jepte ushqim, e trajtojte nga distanca. Mirë po, koha kaloi derisa ky njeri adhuruesi njeri bëri gabim me këtë vajzë. حملت الماء الفتاة Tani ngeli kjo vajza 7 zana. ماذا يفعل؟ Çka të vojë tash kë? فضيحة. Turp i madh, adhuruesi çfarë bëri? E ki gjini që ju sill ke rrotull ti vërdall, i bëni vezvese, tha mami myte, edhe prapë lajmin se gjinte kanë myt. Mos shpëto prej turpit. Kur e myti ki adhuruesi njeri këtë vajzë për shkak turpit, Kështu zonë. dhe 7 zanis që kishte met ajo, ky ishi gjini tani shkon te vllazit asaj motrës në ëndër, u tregon domodin këtë çka ka ndodh, edhe këtë ku çon pi xhumë thon, a ke pa një ëndër çuditshme? Po e kum pa. Ti po këtë kanë bërë njëtë në ëndër, se domodin ai faktikisht e ka mbyt pasi që ka bë turpi me të dhe kalon 7 zane. Ata e çun për me shëru motrën të ai, e gjetën domodin xhenaze, edhe atëherë kapën këtë adhuruesin njeri për ta mbyt, për ta خلاص سيموت. جاءه ذلك الشيطان ishte në prag vdekjes ky adhuruesi njeri, i erdhi tash shejtani i parë përsëri. قال له شوف أنت الآن ميت تريد أنقذك اسجد لي سجدة. Tash ti je para vdekjes, në prag vdekjes. Nëse do të më shpëtu, ti jepëm isharet për ulje karshime. Sejdë. قال أنه سجد فقتلوه فمات على الكفر والعياذ بالله. Ai tamam e përuli kokën para këtij xhinit, do më bëni sejdë, ata e mbytën. Edhe vdiq me kufër, me mosbesim. هذه الإسرائيليات نحن لا نصدقها ولا نكذبها ولكن تقال للعبرة وهي شيء واقع. Të janë israeliate, rrëfime biblike që na as nuk i vërtetojmë, as nuk i kundërshtojmë, mirë po janë rrëfime për mësime, domethënë që kanë mundësi faktikisht gjini në këtë formë ka mundësi me e përshkallëzu ndikimin të njeriu derisa të sjellë në këtë gjendje të kufrit. Unë i kam njoft parafrasisht 6 persona të cilët kanë bashkëpunuar me gjin dhe nuk kanë zgjat më shumë se 10 vjet derisa gjini i ka lajthiti ka devijuar ata. نعم. Subhanallah.